Përshëndetje dhe mirë se erdhë në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Joana. Dhe si zakonisht kena edhe Elvisin mbrapa kamerave, po të cilin ky podcast nuk do të ishte i munën. Shkodra është një vajzë e bukur. Aja kur nuk plaket. Në për trup, shpërshir plagoset, i kollojnë lët, plaget. Trupi i saj ka një veti, që askush se ka. E shnosh vedin me dashni dhe jetën kala. Si kur diellin e mëngjes, fytyra asaj ndreqan. Rrin e re e kur nuk vdes. Kjo është shkodra jon. Ky episod sot nuk është thjesht një bisedë. Ky episod është një mision zemrash. Ne shumë vite më përpara, siç e dini, Elvisi është i lidhur shumë me komunitetin, ashtu kam kënë edhe vetë, edhe në vitet 2018 dhe 2019 vendosëm për me mi dhanë komunitetit tonë. Edhe mblodhëm e qujtëm të japim për festat e fund vitit. Dhe mblodhëm shumë biznesmen që janë, bizneset që janë këtu, edhe për mi dhuru komunitetit tonë. Por këtë herë na vendosëm e bë diçka ndryshe. Edhe thame, Oda jon, që ka thanë do jeta ja ura lielse, nuk dona ma me najtë të ky komuniteti jon, dona me dal jashtë komunitetit ton, dona me shku të toka jon pa kufi, të toka jon pa fund, dhe mendimin e tanve, kush ka dëshirë që ta bajnë këtë gjë realitet, ne mendim të Zotit, në fund të vitit do vim në tokën tonë. Kjo është një iniciativë që e merr Oda Podcast për me lanë jo vetëm një ndihmë sa më modeste ose sa më me vlerë, por gjithashtu të jetë një mesazh për gjithë shqiptarët, kudo që janë, që ka njerëz që kanë nevojë jo vetëm për ndihmën financiare ose monetare, por kanë nevojë dhe për një ndihmë shpirtërore, sepse si tonë dina jetojmë larg Shqipërisë, larg Kosovës, larg Maqedonisë, larg Malësisë, dhe çdo njeri ka nevojë, sidomos për festa, të ketë dikë në afër, sidomos ata që janë të vetmuar. Në shumë emisione, ndoshta në emisionin e parë ose dytë, se saktësisht nuk e mbaj mend, vendosëm edhe folëm për shtëpiat pa za. Edhe kena marrë aq shumë mesazhe. Ne i lexojmë, ndoshta kena e përsërisim shumë herë vetveten duke thënë që i lexojmë, po primën i marrim në konsiderat të tana mendimet edhe fjalët që ju na thoni. Edhe në shtëpiat pa za na folëm në fakt për ato prind tan që kanë ngel, ndoshta dhe nuk janë nëpër shtëpia, jetojnë nëpër azile. Po përveç atyre pleqve që janë nëpër azile, na dona me prek edhe një gjë tjetër. Janë ata fëmijët, ato fëmijët që për një arsye ose për një tjetër kanë met vetëm. Nuk kanë prind edhe nuk ka asnjëri t'i kujtojnë. Edhe ju dini shumë mirë, të paktën unë mundem me fol për në Shkodër që kina pas atë shtëpinë e fëmisë. Dhe ndoshta asnjënit nuk na bjen ndërmend për me shkumi dha një dhuratë, ndoshta edhe një çokoladë vogël. Pra, në qoftë se ke dëshirë që në atë pemën e vitit të ri, që të tanë e godisim në një mënyrë në një tjetër, edhe tanëve i marrim nga një dhuratë, pse jo, ndoshta një më pak si mjet, për t'ja japim një fëmijet, ose një plakut në vendin ku jena rrit. Por, pa përmend, ju vetëm në Shkodër, na dona që të bana të tanë bashk, edhe ju kudo që i keni printuj ose familjen tane, kudo në çdo cep të trojeve tona, na dona për mu ba edhe me shku. Me shku, na i kena kushtu të katërt kohen ton dhe e morëm këtë iniciativë për dashnin që kena vendos mi dhanë. Dhe dona mi majtë të tanë ato fjalë që Joana gjithmonë e thotë. Mundena me bë gjëra të vogla, po me dashni të madhe. Edhe për këtë gjë unë ju premtoj se kjo iniciativë është marrë me një dashni shumë të madhe. Edhe në fakt, edhe kjo iniciativë lini edhe ma shumë edhe për jush, sepse kina marrë aq shumë dashni për jush, kina marrë aq shumë mbështetje, aq shumë emocion,
sa menume se ku ka ma bukur se më ju a kthy ju në një mënyrë falenderimi duke ba një diçka bamirësie të vogël të madhe si do që do të dalin ky misioni joni. Bamirësia është ajo mënyra ma e bukur që njeriu më i thonë Zotit, Zot faleminderit për gjithë çka kam. Dhe ky është misioni jon, cilin na në radhë parë ju jena falenderues që jeni pjesë e këtij rrugtimit përbashkët dhe jam e sigurt që në një mënyrë ose në një tjetër ju tanë do të jeni pjesë e këtij misioni dhe do të na mbështetni, sepse siç e tha dhe Marko parë, nuk ka gjithmonë leko që quhet bamirësi. Bamirësia është vjen mënyra të ndryshme. Kështu që ne do të bëhna tanë bashkë për me bë një diçka të mirë. Derisa, më fal Manuel, derisa më thanë diçka për me keni fije transparent, jo se është shumë e domosdoshme, por në kohën që jetojmë duhet me keni një transparent. Këtë iniciativë herë kena marrë na si fillim me shpenzimet tona, me fillu sepse nuk ka shekullajt, edhe për ne, ata që jetojnë në Mërgëm e dinë se me lanë punën e me shku e me ardhë janë ata të vetat, por kena mendu se në rast se ju keni me kenë pjesë e kësaj, do të jetë ma madhe, do të jetë ma bukur dhe do të ketë ma shumë vlerë. Dhe me kenë transparent do thotë që çdo njeri që do ketë dëshirë ose ka zemër me dha një donacion, këta do të jenë të gjitha të dokumentume, të gjitha të transparente, jo vetëm me shkrim, por do të jenë me zalla, me figurë. Na kena vendosur, siç e tha Manuela përpara, me shku para festave fund vitit, për Krishtlindjen dhe për Vitëri, në toret shqiptare, në disa pika që të munda me qu një dashni. Me ata pesheshet tona që do t'i qojmë, kenë mërën dashninë e njerëzve, dashninë e emigrantave. Sepse si që kena thonë fillim me shpjegoj dhe Manuela, ne jena ja ura liese, jo vetëm ura liese me mohabet, ura liese me kartolina, me fotografia, po t'jena dhe ura liese me shku, mu taku, mu prejk, mu pa, e me, si me thamë, me do dashnin njene me tjetër. Ka njerës që nështë i kanë e fëmijë shumë lërë, nuk mundën me shku, po ashtu janë disa fëmijë që nuk i kanë nështë a babën e nanë ma. Pra, jena të dash me bëjt diqa, si fillim, si ota podcast, se nësë kena marrë asë një hap për te studios tonë, që të bëhna edhe një shemull që fëmija të adin se është dikush që duhet me lanë, se kur nep duhet me një ma shumë knasi e personi që nep sa e personi që merë. Pra dhe herë, mënaj që tanë zbashkut, do shpjegojmë edhe në episodet tjera, tanë zbashkut na mundë me bëjt diqa të bukur, të madhe dhe me vlerë. Që të dy andë ta shijojmë edhe ta kena si një nisëm të rej. Unë me të thanë drejten, nështë anollin edhe në Shqipëri, por e di që edhe këtu, kur fëmija që janë në shkolla, kur vinë festat e fund vitit, kanë edhe, dhe më thonë, atë që du me thonë me fjalë të tjera është ajo që tha Marko, që jo gjithmonë është ai mesazhi që janë paret, po edhe thjesht në ato njerëz që s'ka kush mi çu një kartolin, fëmia në shkollë këtu shkruajnë kartolina edhe i çojnë në vendet kur ato për shembull si të thash në shtëpitë e fëmijëve ose në parazile pleq që nuk ka kush për mi kujtu, edhe thjesht një kartolin. Ma do mendja që sytë ati fëmijet ose sytë ati plakut ose plaket do shnrisin sepse do njën prap dashni. Edhe na ate dona për me ba. Na dona sa ma shumë në qovë sa është të mujton na kena qef si në Malsin ton, si në Kosovën ton, si në Dardanin ton, si në Shqipnin ton, sa ma shumë vendet të prekum, aq ma shumë kena për me dhanë dashnin. E kena thënë edhe në misionin e fundit, i fije dashni shkan shumë lërgë. Pse mas t'ja japi? Se manera në fundit, çfarë kuptimit ka që na flasim për traditat, për kulturën, për komin, kur na nuk kujtohna për këta njerëz cilët janë të lanën harrez. Ma do mendja që të tonë kena bë, ose edhe fëmijës tonë, që e kena shiku të tanë, kur ja jep një loj, o sot si këse, nështë nesër ka me harruet, nesër s'ka me përdor,
por amaja, ai gëzimi i shënërit fytyra, i shënërisin syt, i shënërit zemra. Po këta fëmijë që janë jetima, po këta pleq që si shkon kush me një gjë, ndoshta kur i thonë se dikur kena qenë edhe ka i kile portokalla, i kile molla, edhe pse jo, mos t'i kujtojmë, pse mos bana, është me thonë që është sakrificë ju të tanë e dini sepse nga njëherë nuk kena kohë ndoshta mi shku as të tonit, as njëri të afër tonit, nuk shkojmë për me po, që ndoshta e kena shumë afër, edhe thojmë ha mëse ta po shkojmë edhe e lam. Imagjinoje na të katërt që jena të tanë me jetët tona, e kena sepse dona me zemër, dona me sakrifiku njata 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, sa do që t'jetë mujton, për me sakrifiku ose për me dhanë, do e japim për shpirtin ton, do e japim për zemrën ton, edhe ju për që njëti që doni, na diftoni, keni mundeni me na shkru, ato që jeni, dhe më thanë, njerëzi që janë serioza për këtë mision që na kena marë, ju lutëm ju mund të na shkruni në inboxe. Na kena njerëz tonë, sot, në trojet tona, që jena të i pregatit, na gjajnë këto vendet dhe përshtatshme që t'jenë sa ma kënë ma shumë vlerë, sepse nuk është tërp me e thanë, por janë disa institucione, për shembull shtëpia fëmijës dhe azilet e pleqve, që kanë ma shumë nevojë se kërkushi për një ndihmë. Jo vetëm ndihmë financiare ose materiale, por edhe ndihmë shpirtërore, se do të ishte një gjë bukur mi kujtu dikush. Por edhe herë, na kena njerëz atje që janë të interesu për me na gjetë ata institucione, ata pikat që po atë ju, edhe të në qofë se dikush e ka një kojshi, Mark, mundet edhe me na sugjeru, sepse nuk është se i dinat e tana. Një në arsye që kena diskutu, kena marrë këtë mision, është mi tërgu edhe i herë trojve tona shqiptare, se emigrantat jena pjesë e juja, jena bitu, jena bie tuja, dhe ne nuk na dhimet me da diçka prej vetes me e pru atje. Mos me pru vetëm për turizëm, mos me pru vetëm në për familjar tonë në shtëpia tona. Po me e da, nështë edhe një pjesë të vogël, me e da me tanë. Sepse kjo është një shembull që bëhet edhe për fëmijët. Po, patjetër. Që me lanë, është këherë, është kulturë, është hyjnore me lanë. Edhe na nuk munda me shku, atje ku do na me shku, nështë me aplëcu të në dëshirat edhe me aplëcu të në nevoja, sa është pa mujtën. E di, po në i shala o zët, në bëhet. Në rase edhe një person e bajmë gëzum, nështë edhe një fëmijë e bajmë gëzum, për ne do të ishte realizuar kjo mision. Për kjo është thjesht një hap i parë që na jena të bë. Po, na kena shku në Shqipëni se ka përmendur edhe Gjona para një 2-3 episodeve, kena pas si temë që janë shumë shtëpia pa zonë, janë shumë shtëpia që kanë nevojë për ngrohtësi, janë shumë fëmijë që kanë nevojë për fjalë të mirë. Unë kam qenë në Shqipëni për shembull këtë rallë, pavarësisht shoqërisë Zotit ka ndryshuar ekonomia, njëra tjetër kushtet. Po kena pa fëmijë në rrugë, ata fëmijë në rrugë që dalin e lypin, nëpër makina, dalin e lypin. Ata fatkeqësisht binë edhe viktimë të prindërve të tyre, sepse ai fëmijë njash logjik ka, nuk dinë me gjykuaj, por ka edhe fëmijë tjerë që ndoshta janë të braktisur, ka edhe fëmijë tjerë që jetojnë nëpër shtëpia, si thirrën në shtëpia të fëmijëve. Po, shtëpitë e fëmijëve. Po jo se nuk i ndihmon dikush. Po edhe një ndihmë jona mendojmë që ka me kanë shumë e vlefshme, sa është ndihma e prej durve të migrantit. Është ndihma prej durve që punojnë sa fort punojnë dhe banë me kallo nëpër rrugave të botës për me moj familje tona, po njëjtën kohë me ja da prej gashatës tonë pak me e qu nëpër vendet tona kudo që t'jenë shqiptar. Dhe këtë thamë se e di se bota shpirtënore e shqiptarit ka të regu gjithmonë se shqiptari ka lanë, jo vetëm kur a kanë keq, kur a kanë tragedi, kur a kanë një fatkeqësi e madhe, po edhe në ditë gëzimit, edhe në festa, e ka da ndoshta jo xhepin, po ka da gashaten, ka da amelcinen, ka da diçka prej vetes. Unë kisha thënë që me të thënë drejtë, ndoshta gashata është e madhe, por nga që jena njëtë shumë, edhe ka një thrime, ka i dromës, i kina thonë Shkodër, pa me dhënë tonë ka një dromës, ma do menja bëjmë një risbuk. Edhe një atë risbuk, mundën e me e do të tonëve. Vesh shikojnë ishto, se nuk është se mundën e, thote, kashata është e madhe, ja, edhe një dromës. Imagjina, pa mu mbledh në të tonë. Të tonë ka veç ka një.
ndoshta kena me bë. Edhe ta fillojmë në këtë rrugë, edhe pse mos t'i mësojmë edhe tjerë, se ndoshta kanë më ballë të tjerë, që ta dojmë ka i dromc, edhe prap t'ja çojmë dikujt tjetër. Kina marrë kaq shumë mesazhe, edhe kur i kina lexuar, tu na thonë që qyteti jon nuk ka këtë, ose kja nuk ka këtë, o ky person nuk ka këtë. Na priman nuk mundena me i bate tana, me shpirt e me zemër, në inshallah o Zot, na vjen dita për me i bate tana. Por, dona me e fillu me këtë dromcin e vogël. Na ndihmoni ta fillojmë. Dhe me thënë, sa bukur kja oda jon, këtë fjallë në odën ton, njëherë u këthynë në njenja. Të shkëta njenjat, edhe ka dalë janë të u këthynë vepra. Ka gja ma bukur. Edhe kja oda jon, si kur kina thënë gjithmonë, është e jona, është e tanve. Kjo është një odë e përbashtë, edhe është një mision i përbashtë. Por duhet me theksua diçka tjetër, sepse në këto rastesh njeriu nuk duhet më një keq. Edhe unë kam pas raste që jam mundu me bane donacion për një moment historik ose personal. Por edhe ata që nuk napin, nuk është se nuk janë pjesë e jona. Absolutisht. Se ka njerëz që s'kan as mundësi ndoshta me dhanë, ka njerëz që ndoshta s'kan as dëshirë me dhanë, por kjo është ajo që njëri e zjarë për shpirtit, jo ose për gjepit. Ose ka në mënyrat e veta se ku i bajnë ato donacione, ka gjithkush atë arsyet e veta. Sepse ka herë gjana që dalin për gjepit kanë vlerë, por gjana që dalin për shpirtit kanë një jetësi më të gjatë dhe jetën në memorien e dikuj përjetësisht. Mendoja. Me të thonë drejten para disa viteve, se ti tu e thonë këtë, më kujtu një gjë, kisha shku një ditë për me blej desha një kështu si statuj, edhe hina të një dyqan, po ditë se ku po hi me të thonë drejten, edhe kishin kalu shumë vjetë, edhe më thotë shitësi, si e Manjol që banë, si e mirë, po jo mirë, e pa që nuk e njifsha heqë. Tha, ki shumë vite, tha, po keni mu, tha, baben. Edhe kisha me i thoshën, dhe më thonë, dirë sa ma pruni e i truni, dhe më thonë, si kisha bana i gjo, dhe më thonë, s'du me marrë kredit se kisha bana i gjo të male, thjesht, dhe më thonë, sinqerisht nuk kisha ba as i sën të male, as edhe një gjo të male s'kisha ba, thjesht kur i kisha thoni fjallë të mirë. Edhe më kishte majt mend të betohem, ndoshta ishin 10 vjet ose 8 vjet që kishin kalu. Kjo është e pra se mirënjohja jeton gjatë, edhe ai që është mirënjohës për një diçka shumë të vogël, po vlerën më të madhe, i përbëhet diçka më të madhe. Po ndoshta një të njëjtën gjosim ka në mu, të ka në ty Gjoan, të ka në Markut, i ka në tanëve, domethënë, kështu që të betohem gjanat e mira nuk shkojnë kurrë. Në fakt ishte edhe një shprehje tjetër që e lexova, e përdorim gjithmonë, paktën e kena përdor aty, kur ti ja bën mirë dikush ndoshta ta hell nerën në det, po Zoti ta the në kryp. Domethënë, as i gjallë, nëse për shembull Manjola Marku nuk ta diti atë që i bane për ner, mos ki merak se as long as përderisa ta dini malli zot nuk shkon nera e hupon. Derisa më shtua diçka, sa për ndoshta si informacion se na kena me fol prep në episode të tjera. Por emigrantët, pavarësisht se jetojmë në shtetet ndryshme, në Gjermani, në Evropë, Itali, Francë, Zvicër, Belgjik, Australi, Kanada. Por kur vjen puna se emigranti nuk ka shtet. Shtetet tona, vendi joni zemrës janë vendlinja. Pra, në kjo se dikush ka mundësi ose ka dëshirë me bën një donacion, mund me bëj për Zvicrën, mund me bëj për Gjermaninë, edhe për Kanadën, edhe për Australinë. Pra, në kjo se na kontaktoni, mu, Gjoanin, Manjolin, në për Facebook, inbox apo në Instagram, na kena me dhënë një informacion ose në TikTok, se ne kemi tani në platformën. Kena me dhënë informacion se si mund të bëhet ai donacion. Dhe si ja thash në fillim, do jetë komplet transparent, sepse është edhe normale me kënë transparent, është edhe njerëzore. Patjetër, iniciativën që e vendosi edhe producenti jonë që të marrim, është sepse tha, na dona tha me marrë tha kamerat, dona me shkuna, edhe dona me shkuna me ata çantat në dorë. Nuk dona hajtë se po ja çojmë njëri që t'ja çojnë atij tjetrit, dona me kenë në durët tona me shku të durët e fëmijëve ose të durët e pleqve. Kështu që kjo ishte ajo që doli prej mend, prej zemrët. Hajde, Gjoan, Mark, Elvis,
Hajde ta bëjmë Na këtë. faktikisht menduam si e thalla Gjoana kur nuk ishim kamera. Shqyqyr që flasin këta ka thonë Gjoana, se Gjoana atë ndaj shumë qetësi, edhe shqyqyr që kam markën e Manjolën që përsërisin fjalë që kam thënë në episodet e kaluara. S'ka gjë, jo e vlerësoj që mi mani mend fjalë, vazhdo. Po fjalët e dashurisë nuk i harron kurrë. No, kisha këto muhabetin që na kur e nisme, kur na Allah Elvisi si ide Elvisit, këtë gjë, thamë po shkojmë e bëjmë vetë me ekonominë tonë. Këtë kishte thënë. Edhe rame dakord që na ta bëjmë me ekonominë tonë, domethënë për i gjepit. Aq mundësi sa kena na, pa zjarrim një farë shumet, paguajmë shpenzimet tona këto, shkojmë e bëjmë. Por mendume, sa do që ta bëjmë na, do të jetë e vogël. Po bëjmë e bëjmë me tjerë, me dikush që mund me ndihmu, do të jetë edhe më e madhe edhe më e bukur. Po jo, Duhet me theksu diçka nuk e di, a thati Manjol që ne na kanë kontaktu këto disa biznese, disa individu dhe biznese, që na kanë afru ndihmën paraprake. Na do t'i përmendem ata në edicionet e ardhshme, por derisa më thonë që ne na kanë afru ndihmë, sepse na kena do, këto mendime e kena do të më thonë me... Na kanë afru, por kena kohë deri në dhjetor, kështu që mendojmë dhe shpresojmë që edhe një që ka qef me ju bashkangjit këtij do të bashkangjit këtij misioni dhe më marrëmendja do të mbeteshim tonë të kënaqur dhe ta bëjmë për çdo vit, pse jo? Inshallah, kjo është dëshira jonë, domethënë, në fakt si njëri si tjetrit, tash mundesh të fol ti Gjoan, se mandena na kohë. Marrë emisionit e na ton kena ken bosh shumë bukur. Kena ken bosh kur kena shku te këta biznese, edhe domethënë na kanë thonë që du me kenë pjesë e kësaj iniciativet. Edhe na nuk kena të partë, normal që e bëjmë një gjatë tillë, njerëzit bëjnë bamirësina gjithmonë, njerëzit bëjnë bamirësina në mënyra të ndryshme, në heshtje, por na mendume, me që nëse e kena këtë lloj platforme tash, se mos ta bëjmë pak më me zap, se mos ndoshta edhe të inkurajojmë njerëz të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë. Kjo ishte dhe me thane edhe një në arsyet që i na të e banë këtë mënyrë. Se në fundet tane dina se bamirësia në fundet s'ka rëndësi se dikush ndoshta e ban një formë ose një tjetër, se ka dhe shumë njerëz që e bajnë prep për arsynat e veta, edhe për show. Sepse na ju kena thonë gjithmonë që na jena njerëz thjesht, krejtësi jo. Na nuk i bajmë gjanat për show, na nuk jena këtu për show. Kjo është diçka ndryshe, edhe kjo është sepse na jena tanë bashk, sikur kena thonë, jena tanë ata zemrat, e mlelluna bashk në një zemër të madhe. Kena më mënu që këtë jetë thjesht hapi i parë, po kjo ura lillëse me vazhdu gjithmonë në forma edhe në mënyra të ndryshme. Se në fundet, bamirësia nuk është luks. Aja është një detyrim shpirtënor. Kështu që mendoj që tanë, sidomos na shqiptarët, që më duket tash kena fillu për çdo emision me e përmend këtë gjë, po mendoj që për çdo emision duhet me e përmend se na kena Nën Terezën. Nën Tereza, kush ka bën më shumë bamirësina se Nën Tereza. Pra, na e kena në gjak, na e kena në gen bamirësi, na atëherë kur s'kena pas, kena ditë ndoshta me lanë edhe më shumë. Se jo gjithmonë i pasuni është ai që jep, ose që jep ma bukur, ose që jep ma mirë. Unë mendoj që nuk i nevoj me kenë milioner për me lanë, ti mundesh me lanë mërna aty në mundësinave tuja. Për një, na kena mendu ta marim këtë nis, ta marim na vetë këtë iniciativë, dhe kushdo që të na bashkohet, është i mërpriton. Po më kujtu i tesh, jashtë ta programet, më kujtu një histori shumë e bukur që më ka difu njëni për punën e kësaj me lanë. Një djali ishte të shku ushtar në atë kohët për para, edhe do të më shku në kam në ushtri, në për medicina në kam, 3 ditë me jetë. Dhe ishin fokara baba nana, edhe i thotë ama, që i napin një fje buke djath për rrugë. I thotë, nanë thotë kam 3 ditë rrugë, unë kam me hangre fjellë. Hajtë thotë se keme gjithë në për pëmë, në për lisa, keme gjithë çanta me ushqim. Ky shkajti e marrë hanë bukën fjellë, se djali ri, me të atje, pa bukë, e me rrunja, rruga, nata, me të mpyllë. Që me pa shefi shpia atje. I bjen dherës, i thot, marrova për bukë, thot, ku shiti ma? Thot, jam djali filanit, thot, shqiptar për, djali filanit, hajde me në halet, pene knaqët, një është të bën ditën e dytë, një është të ditën e tretë. Kur kthejnë mas ushtrisë, mas të 4 vjetë, se pa shkurte i fije,
I thot jati, babë thot, doli buka që ta lame me shku në shtri. Po këm doli buka, mërë babë thot, jo i këshat bukë më thot, në hangar po dalë mirë për i shpijet. Pse thot, nejte po hangar? Jo thot, po hangar, nejte anë thot, po hangar të shpia filanit, hangar të shpia filanit. Po një ata janë strajsat me bukë që të kam thanë mërë babë që i keni për pëmë. Ata janë lisat, ata janë pëmë që të nga bënëshim. Pra, kanë shqiptarë që gjithmonë kanë lanë bukën njerëzve. Edhe në këtë rast për shembull njëri si që thash, po në ka rëndësi sa nep mundesh me lanë, dikur shka ma shumë nep $1,000, dikuj nuk ka ma vlerë se dikur shkoj nep €1 dikuj. Është edhe shprehje tjetër se nuk e di ndoshta edhe e kena përmend se nuk maj mend se që flasim me të thënë drejtën me qenë se si kena të shkrume, por ka pa thënë kur shkune dhe kjo shprehje e rrallës shkune para Zotit edhe i thënë që njenin e mori në paraj se tjetri i tha, po mu pëse s'po marë, unë kam lanë si me thanë, po të marrim si numër kështu katë, unë kam lanë $1,000, edhe ky ka lanë vetëm 10, edhe i tha Zoti, tha, po, tha, ti ke lanë 1,000, tha, po ti ke lanë për aty në ekstrave, nërso ky ka lanë 10, tha, po njëta ka pas mas shpirtit, dhe më thonë, aj ka lanë çdo gjë që i ka pas, nërso ti ke thonë, aj, kam i ta ekstra, hajt mas e po i jap, kështu që, është edhe ja diferenca që, me të vërtet, është aja prej shpirtit. Mandajna në falë se di që është Gjohana të prit me fol. Ja, unë jam të prit me fol emisioni. Jam të prit me fol. Por, me të vërtet, unë kisha dashur edhe një kërkesë, sepse si Gjohana, si Marko, si unë i kena lexuar ata, tonë ata që na kanë premtu kuaj kafe, mas na japi një atë kafe, më mirë t'ja çojnë fëmijëve. Unë nuk e kam zakan për me diftu kështu historina, po me që më kujtu kur e tha Marko historinë vetë, në fakt këta kohët e funit, ma ka diftu baba i këtë histori, punën e se du me e lidh pak me transparencën, sepse nuk kanë faj njerëzit. Janë lol njerëzit, ka herë të dhurune për bamirësinat ndryshme, gjanat ndryshme, edhe nuk kanë ditë se ku kanë shku. I kanë abuzu. I kanë abuzu. Edhe kanë shumë drejt. Dhe me thonë, transparenca ka me kenë gjaja Numër një edhe 100% transparencë. Po ishte një histori që thot një hoxh ishte plak edhe do të, si me thonë, mi alan vendin dikuj që ishte majëri, se në ushta me note se të podes edhe ta zgjellin diken aty të një fshat. Edhe kjo hoxha i mlell disa që me nanaj që munden me ken ata hoxha i arshëm i fshatit, edhe i thot, një unë tash jam plak, duhet për me gjet një djallë që është majëri, me mëse vëndësu kur të vinë koha. Edhe i thotë, ju kam ju 7 vetëve këto, edhe menaj që tanë për josh, keni me shku, edhe keni me ba, du që ju me shku, edhe me ba një diçka të keqe. Dikush një mënyrë, dikush një tjetër, zgjellin i vetë, po du diçka të keqe, edhe atë keqen që keni ba, keni me ardhë edhe me ma thanë. Edhe atëherën do të vënosi, edhe të shkëta tanë habiten se si hoxha gjatë keqen, a du të me ba diçka të mirë për me mujtë me marrat dhe i venit. Vinë tanë, vjen i pari, i dyti, i tretë, unë kam ba këtë, unë kam mytat, kam ba kështu, kam ba ashtu. Vjene i fundit, i thot, po ti jo, i thot, hoqë, unë s'kam ba kur gja. Po si s'ki ba kur gja, nëse s'ki ba kur gja, ti zët me kenë pjesë e grupë, hoxha i tha, du të mi i ba, po ju pa kërkush. Këtë keqen që i bani, me e ba, po ju pa kërkush. Kur ardhi kjo i fundit, i tha, tha, tim ki thanë mu po ju pa kërkush, unë s'kam ujt me e ba, se mu më shef Zoti. Kështu që i tha, ti ai pra, i tha, që duhet për me kenë taman hoxha i arshem kurën mas tema. Dhe me thanë, s'ka rëndësi se qa bajmë, ka herë nështë ta na zhgënjehina, nështë dhe ku e japim atë kontributin tonë, por rëndësi ka që na din Zoti. Aja është gjaja ma kërësore. Diskutohet, kjo është një super mesazh, sepse me thonë, aja që e thamë ma përpara, s'ka rëndësi, dhe me thonë, ta je prap Zotin gjallë, gjithë se cili e mon për veti atë të keqen që banë. Ose dhe të mirën si banë. Kështu, kja, gjithmonë flasim për dashurin. Diqa tjetër, me që unë jam pjesë e emigracionit në Michigan për shumë vjetë, Michigani ka lanë shembull faktikisht gjithmonë. Emigrantët shqiptarë të Michiganit kanë lanë shembull gjithmonë që kanë bërë bamirësina. Në të në rastet, je vetëm kura kene një tragedi kombëtare ose një luftë të madhe apo një tërmek që ka para e gjana, por edhe për individa. Pra Michigani ka kënë gjithmonë një nër tetet në Amerikë,
ma kryesorit që ka lanë nima. Dhe kjo nuk është për me thanë që edhe jënë me që kanë nepni, ama nepni. Po edhe këtu në me që kanë, mundet me lanë dikush që në besën ne, që tjetë pjesë e jona. Po ashtu, për mendimin tem thelbi kryesor i kësaj është që emigrantët me të regu edhe i herë se pavarësisht se jetojmë vendet huja, pavarësisht se jetojmë larg trojve shqiptare, na prap jena pjesë, jena bit e bija e vendit tonë dhe gjithmonë në tana rastet do kontribojmë me atë sa mundena sepse jena të pandam, jena një gjak, jena një trup, jena komplet si një pemë e madhe me degë të hapën në tanë bote. Kështu e mendoj. Jo, vazhdisht me thonë, sikur e tha Manjola më përpara, ky është misioni jon i parë, edhe menduam që ta fillojmë kështu, sepse mendojmë që është e drejtë që ta fillojmë me këto njerëz cilët nuk ka kush me fol për ta, nuk ka kush mu anku për ta, nuk ka as ata vetë ma forcen, edhe për këta fëmijë jetim të cilët jetojnë me shpresë. Por, nëse ky mision gjatë kësaj kohe që ne na tu përgatit, bëhet edhe më i madh, pse jo mos ndihmojmë ndoshta janë edhe disa janë ka shumë familje, se të paktën sa do kudo të shtëpia e fëmijës ose të azilet, paktën shteti sa do kudo ndihmon diçka. Po ka familje që si ndihmon kërkush as shteti as kërkush, pse jo ndoshta edhe me zgjanu pak më shumë këtë misionin. Edhe kjo do të jetë një diçka që na do të kërkojmë ndihmën tuaj, sepse na nuk jetojmë në Shqipëni, na kena njerëz tonë në Shqipëni, po njerëz tonë nuk njohin gjithkënd. Kështu që në Shqipëni, në Kosovë, kudo. Na do ta fillojmë me Shqipëninë sepse jo, do të thonë na e dojmë Shqipëninë, se s'mundesh me thonë që na vendlinja jon, se aty kena le, për atë do na me fillu në Shqipëni, po kena çef që me prek ton troje shqiptare. Për një tham që uroj që ky mision të bëhet shumë i madh, sepse jena shumë edhe shqiptari edhe ai më i keqi, se ka, nuk jena këtan të mirë, po edhe ai prep, e ka një të mirë në zemrën e vet. Migrantat kanë lanë gjithmonë nima për vendinjen. Unë më mend vitet 90 ku ikën emigrantët e parë, Shqipënia siç tonë dini ishte komplet e varfën. Edhe nima aty në ishte me çunë pal puc, me çunë pal tesha mo vesh, që s'kishin as mo vesh. Plus edhe në lek me ashtu buks. Mandena emigrantët punone më shumë, ekonomia të një ishte më mirë, nisëm me të që televizora, frigorifera, lavatrice, gjana shtëpiake, mandena nisën të ndërtu shtëpia, dhe më thonë emigrantët historikisht, jo vetëm Shqipërinë, po edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Malcinë tonë, gjithmonë kanë lanë për vendin tonë, kanë bërë një kontribut, dhe mendojmë që kjo të jetë një zinxhir, jo vetëm si në këtë misionin tonë, por edhe dikush tjetër në të ardhmen që mund ta bëjnë, sepse me lanë është hyjnore, edhe mendoj që detyra e çdo njeriu që ka mundësi me e bëjë. Si është edhe shpreha që flen më mirë ai që jep se sa ai që merr. Në fundit, disa ka edhe që ndoshta po një shprehjen e besajon. Është se mund me thonë dikush, ja po në azilit e pleqve dhe shtëpitë e fëmijës kanë investon shteti, në përshtet dakord, i dina krejt, ka dhe individ që napin, ka dhe businessmen që kanë lanë. Po na, do në me kenë pjesë e jona, me lanë edhe na. Me thonë, nuk ka gjatë keqe me ashtu një nim edhe një nim tjetër, njerëzve që kanë nevoj, ose ata që janë ma të vobeg, që kanë me të mrapa nga shoqënia shqiptare. Duhet me kanë sinqertësh, se ne i shohim vijet, i shohim situatën. Prep të shpreja, nasina do bane e gjakërit mallë, të vogla me dashni. Nasina do thonë që po shkojmë në botën e shoqënisë shqiptare, ose do të bëjmë, na do të bëjmë atë pjesën tonë. Po do ta bëjmë me dashni, do ta bëjmë me qejf, do ta bëjmë nga ana shpirtërore dhe nga dëshira që kena për ta bërë. Dhe mendoj që tanë së bashku do bëjë një gjë bukur më njëri. Na kala nuk mundën na më ndërtu, por ama pa më bë tonë bashk, mundën edhe kala me bë. Kështu që po fillojmë herë me çantë vogël, edhe mandajna në qoftë se na priman dona me diftu si jena shqiptar edhe jena gjithmonë bashk, edhe priman tonë bashk pa më bë, jena aja ura që jena të lidhur në tonë vendet e botës, mundën na më ndërtu edhe kala në Shqipëninë në trojet tona.
Ta kthemi fije me humor se më kujtui diçka se kja është dhe me tha një nismë shumë serioze, po na po se fut me fije humor, duket shumë serioze. Që pa flet, dhe kjeti na myt. Ja, prej se s'keni kërkun alo, prej se jina në registrim alo. Por zdia moni menat humorin Dmand Halili që tha, kina me fillu me gjonat vogle herë, me qëmë qakeza, ma nëjna me levatriqe, dhe me thonë, ne po fillojmë me këtat voglat, ma nëjna i shola o zot, kina me bo hapa shumë të mlaj. Na kena diskutu, doshim me bo diqa për këtë fund viti, sepse ishte viti i parë joni që jena për para josh, dhe me thonë, oda podcast ka dalë për para josh. Dhe thame qa me bo, me nume me bo në i fest këtu ku jena, të organizojnë, bëjmë në imramit bukur, bëjmë në... Në thame, festa këtu bojnë tjerë janë bojnë. Festa, po thame, adin qa, ti lajmë festat në atë 4, edhe të merrna me këtë punë si mirë. Kja është i fest shpirtnore. Edhe ne në ka lanë ma shumë dashni, mendimi, që me shku me bë një bamirësi, sa do e vogët jetë, po me zemër të male, se sa të organizoshim këtu një fest me muzikë, sa ata i bajmë, i kena këtu. Po ja kishte kënë ma letë. Aja kishte kënë dhe më thonë, jo letë, po ja kishte kënë super e letë, edhe, hajti se po këceme, po bajmë të anë qef, por nështë kishim e pasat e prapa i fje zemrën bësh, sepse s'kina bane i gjo, kështu që ma mirë është prap të një ata që s'ka kush mi kujtu, se sa të na këto që edhe po se ba me festen këtë fund vitit, e dina kina mundi mirë natën, në tonë, se tonë kena në të mira, në ata në të mira, thojmë, prej men, adin se këtë vjetë kam ba diqa të mirë. Njëllë në kena ba Gjon, në kena ba disa episode, deri tesh, dhe kena prek disa tema që njerëzit në kanë pëlqy shumë, dhe vazhdojme në pëlqy, me në ba komede shumë pozitive, jena shumë mirë njës, por unë sa dherë se dhe me theksu diqa tjetër, se një në këta arsyet pse na kena pas ka shumë sukses dhe vazhdojmë me pas sukses, ose edhe me këtë iniciativën që kena marrë, është producenti jonë Elvisi, ai që gjithmonë na mbledh e vjen me këtë ide, vjen me këto misione, dhe pavarësisht se rrim për te kamerave dhe nuk ka nevojë për dorë tërkiqje ka herë thot, nuk kam nevojë me dal atje me pa, me marr mesazhe, me marr falënderime si marrim na, por sinqerisht Elvisi është ai që ka, dhe me thanë, jo nuk ka nevoj, po që duhet me allanë falenderimet, me allanë ata zemrat, ata mesazhet pozitive si i qoni, sepse është shtylla e Odës Podcast. Janë kamp e Odës Podcast, kësaj urë që lidh emigracionin me vendinjen tonë. Pra, kjo ishte pak si jashtë temet, po unë po ata... Jo, nuk është jashtë temet, dhe bane mirë që e the, sepse na përveç mirë njohjes që kena për ju, që na bën ne plus sukseshëm edhe me njëni tjetrin, është mirënjohja që kena njëni për tjetrin, sepse na e dina që në këtë projekt tonin kush është shtylla kryesore edhe kush janë degt. Elvisi është shtylla kryesore, na jena degt, bane shumë mirë që e përmene, por unë deshta me thanë për vedi personalisht, kur ka marrë në Amerikë, kur ka marrë vesh që në Amerikë bëhet kja lotaria amerikane, kisha një anër gjithmonë thosha, o zoti sholla mbjen lotaria, në i ditë thosha edhe du me shku, me bëhet diqa të shtëpia fëmijës në Shkodër, ose të shtëpia pleqve, qysh, kur. Unë noshta në atë mënyrën teme mund të kem bata donacionet e mia, krejt noshta minimale në mënyrat ndryshme, por Elvisi, ideja që kë e njalli atë idin dhe i dha jetë kësa ides, anrës që unë kisha, unë du me e falenderu, me që mlane me folë këta dë kolekte mi këto, du me e falenderu, sepse kja ishte seriozisht një anër që e kam pas, edhe zoti, na qëj nështë edhe mu ba ne tanëve bashk, me këtë podcastin ton, se zoti zakonisht që njerëzit, për me realizu këta dëshirat, andrat, se zoti nuk vjen vetë në tokë, por në përmjet njerëzve në realizojmë këta gjanat, edhe është një diçka që ma mu shpirtin. Është pra si mirët e zoti punon në mënyra misterioze, se nështë e ki pasat herë, kanë kalu shumë vite, dhe më thonë, hajtë se po baj ka i gjatë vogël, se s'mune me bëhat gjane male. Edhe erdi dita, edhe u bëm me 8-4 bashkë, se s'kina kenë bashkë ma për para, por me kriju këtë urën e male, edhe me ba. Se me qenë se ju folt, edhe i kyte, Elvisit,
ja kanë dhënë shqiptarët Ilirident e Kërçovës. Edhe kur e kena vu këtu, më tha, ma hekni dhe më thonë se s'du mu krenu se s'kam bërë në i gja. Jo, Marja, prej men, atë nuk e shifni radhe kur, por ka rreth 20 vjetë që jep në komunitetin e Michiganit, në komunitet, jo në Chicago, jo New York, jo në Malsi të Malizi, jo në Kosovë, jo në Maqedoni, e Veriut, dhe më thonë, në çdo vend, edhe shumë pra kjo është prej atje, jo prej këtu, por e ka nëqu sepse kjo është ajo që tonë e kena në zemër, ka i fije, dëshirë me ba. Nuk mundë na me ba gjanat mlaja, po në të heshtjen tonë e kina ba ka i gjo krejt vogël, po i shallat është tonë bashk, si thosh, mundë na me ba i rizbuk. Dishe me thonë edhe dishe tjetër, jena emisionin tjetër, episodin tjetër, unë kam qef me shku mu ullë të Elvisi, se i sholla kanë me bolle mu da komplimente i shto, si ja kanë posta të Elvisit, se mua... Na komplimente një gjithë, tu s'kena pëse mi i bon. Por, Elvisi t'i qesh, por, unë sëm t'i qesh, që kam seriosisht. Gjës në lenë morë ku me folë, me lojnë. Atëherë, u largume dhe mikrofonit, i sholla një gjoni. Këtë me për 10 sekundë. Më thojnë, hene lexo komentet, o ma njollo Gjon, ma njollo t'i kështu, ma Gjon t'i kështu. Se që dhe i koment për veti? Ja marrë ke i lexojmë nga komentet tuja. Do një komplimente, ju marrë në komplimente prej publikut. Ja marrë i kena heka ta komentet tuja, i heka. S'keni ma nevoj për komplimente, unë Elvisi, hajt, shtyjnë a kështu. Dhe me thonë kë, na bani shu. Me që jena të komentet. Na jepni edhe mu i kompliment. Komentet, edhe herë shumë faleminderit na mushni zemrën me komentet tuja, që gjeni kohë për i ditës tuj, se tonë një mënyrë i tjetër i kena ditë të zonëna, kohën e zonën, po ju merrni kohë për i kohës tuj me na dhëru kaq shumë mirësi, kaq shumë mbështetje, kaq shumë dashni. Ta dini se ka herë na mundohna për me i përgjigj tana komenteve, por jena me fat që kena kaq shumë, so ka herë ndoshta na kalon edhe një koment pa u përgjigj, po ta dini se ju shohim tanëve edhe ju vlerësojmë tanëve. So shumë respekt për tanë ju, për gjithë shka që na keni lanë, qysh në ditën e parë. Jena me fat, aq shumë fat kena, sepse kena njerëz më të mirë në botë. Komentet, me që është fjallat e komentet, ka një mujtit që është njani. është njani atë që më sjallet, sa në Instagram, sa në Facebook, nuk bën gjatë dhe veç një koment më bën, të unë. Veshte ti. Mark kusha Barberi, Mark keke Barberi. Që shkon të Barberi, të më shojnë që është boba zhelë. Pa, një gjë. Mark ku bërë, më lënë më vlorat, shka ti të Barberi jetë. Po masësh në kush, masësh në njëjti, po masësh në kush, se ne kja ka fem në... Masësh në kush ja Barberi. Masësh në kush gjithan punë e para, edhe dyta, nuk janë vetëm, ka herë, fatkeqësisht nuk janë veç femna xheloze, janë edhe mishkuj. Domethënë me ton ta pluk që kiti, mund dihet na kush na i dollet, hajt më markëllati bolli majte. Në gjë e kena vu markun buxhet për një të sqethet. Po dajm pak tolla. Tash nuk kena buxhet mos jeni deri në fund vitit. Si pak të tema, adin është me të vërtet se me pa Shqipnin edhe me pa emisionet që shojnë për televizor, na tonë dina që është një realitet tjetër, nuk është ai realiteti, se shoqënia shqiptare ka disa shtresa dhe fatkeqësisht ajo elita me ekonominë më të mirë është një përqindje e vogël dhe fatkeqësisht pjesa poshtë vujnë. Plus mandena është një shtresë që me të thënë drejtën jetojnë në një skamje që në 2025 a gjëna edhe shteti duhet me vu dorë, por ka punë të ty në shtetit është spahima dhejna. Shteti është i zonën. Mendojmë që no, për në fakt kur i shohim dhe shtëpia dhe gjana. Sa do me kenë nima, sa do me kenë, unë me zipres me shku më këthy në atje këtë dhëtor para festave, sepse kanë qef me pa në sytë e fmive, në sytë e pleqve, ose këta që të kontaktojmë, ata nështë s'kanë me hap atë paket që këne me alanë na. Ose qartë dhe dojnime që... Dhe në sytë t'yne ka me ke një dritë, ka me ke një dashni, që nuk e shëf për ditë. Aja është
Për një atë kina vendosur që të me shku vetë, që me prejk vetë atë gjë, me zemër, me dorë. Po, prandaj tham që me zi shpresë që na shkojmë e ta përjetojmë atë kënaqësi, atë njenjë. Sa është një njenjë që jo gjithkush e përjeton. Vërtet. E përjetojmë me familjarët tonë, ku i bëjmë peshqesh apo na bëni peshqesh, por ku i nep një panjorit që e din se ka dhe nevojë, është një energji tjetër. Është një energji që nuk i përket realitetit, po kalon nga ana hyjnore, mendoj. E vërtet. Për informacione të më shumta kena me fol prapë në vazhdim. Kush është seriozisht interesum për me na ndihmu, me kontribu në këtë mision që na kena nis, ju lutem na shkruani në inboxet, edhe ne do ju japim informacionet më në hollësi, ose mi ju shpjegu që kërkoni, por i erdhi fundi edhe këtij emisionit, ju lutem të bëhen atan bashk edhe të bëjmë një gjatë mirë. Dhe ishta me mjull me këtë që nuk ka rëndësi, nuk janë fjalët që thojmë ata që kina mu kujtu, për fjalë që thojmë, janë vepra që lajmë mrapa për cilat kina mu kujtu. Mi ju falenderu edhe një herë që jeni pjesë e rrugtimit tonë përbashkët. Edhe personalisht falenderoj ata që na njeken dhe kanë na njek, dhe në edicione tjera do shpjegojmë me hollësi edhe më shumë se si na mund të kontribuojmë për këtë mision që Oda Podcast ka nis, dhe mendoj se tanë së bashku kena me ja arrit. Emisionin tjetër do kena një temë tjetër, temë e cila vjen nga ju. Na jena këto një herë një javë para jush, po për çdo ditë. Takohena rrim me orë, të lezu komentet me mujt me mlell, paka shumë filozofin që vjen nga komentet, dëshirat që keni ju për temat, dhe na masi studiojmë ma të mendën tonë, i vejmë në episodin e ardhshëm. Edhe na kanë pyet për live, edhe kur do t'jena live, shumë shpejt do t'jena edhe një herë live, edhe do t'a bajmë që t'jena sa ma shpesh live. Në dy platformat, në fakt në TikTok edhe në Facebook. Pra, dhe në episodin tjetër, miropafshim dhe ju urojmë gjithë mirat, ju dhe familjet tuja, Zoti ju bekoft dhe ju aprith marrë tan jetën. Miropafshim. Faleminderit se miropafshim dhe paqe i zemrën plot gjithmonë. Miropafshim. Miropafshim.